Por prandaj po ju them, transparenca nuk është thjesht një fjali e përdorur në ligj. Është pikërisht thelbi i projektit ku investohet. Është pikërisht mbrojtja e sovranitetit kombëtar. Sepse të japun ty një shembull, nuk do japim me shembull konkret që mos t'i ngel në njëri hatrit, dhe unë shkoj në një pozicion të caktuar si investitor dhe blej 300 shtëpia afër një kufiri që kufizohet Shqipëria. E bëj minoritet unë atë zonën aty, duke të cënuar sovranitetin e Republikës Shqipërisë? Po, zotri, e bëj. Si e bën atë? Pse shkoj të çoj gjithë njerëzit të cilët unë dua të kenë një origjinë të caktuar? Ta bëj minoritet. Je i detyruar pas 10 vitesh, 20 vitesh, ku ato të mblidhen me njëri tjetrin, të më njohësh një minoritet tjetër në Republikën e Shqipërisë. Prandaj duhet kemi popull shqiptar, duhet kuptojmë, ata që protestojnë, nuk protestojnë për një hall personal, por për një hall kombëtar, e ardhmja, trashëgimia. E ka trembur pushtetin kjo energji. Po sigurisht, ka trembur të dy bashkë, Sali Berisha dhe Edi Rama, ka shtrënguar rripin. Ka shtrënguar rripin atyre prokurorëve, atyre prokurorëve gjyqtarëve që të cilët pothuajse kanë kaluar vettingun, çfarë vettingu ka kaluar ata, histori tjetër këtu tani mos ma hap këtë tani temë. Por çfarë i ka dhënë mesazhin, guxoni ju, si në politik, si në gjyqësor, jepni vendime sipas shefit dhe ju ndërmarrin zvarr. Ky është mesazhi i kësaj proteste. Po nuk e kuptuan, uroj ta kuptojnë. E di pse po ta them, se në Shqipëri ndodh kjo, vetëm para gjykojmë nga mjesi deri në darkë, dhe kur na del përpara themi o vlla na fal. Po jo më shok, ta kam thënë që më përpara. Thamë ne për PD-n, kështu si po shko PD-ja, do gjej një disfat. Kjo protestë është disfat për PD-n. Disfat për PD-n? Është. Po, pse? Se nuk e pa realitetin kur ne i kemi thënë. Ne kur themi realitetin si për PS-n, si për PD-n, se kam edhe për PS-n, po e kam pak më vonë. Si për PD-n, e themi për të mirën e këtyre subjekteve. Sa as mua, as zotit Karanja, as ty nuk besoj se të ka marrë Sali Berisha me të thonë në jo ofertë apo me të dhënë lek. Mirë, po jo, t'ja themi qytetarëve, sepse qytetarët mendojnë se ne mbajmë një qendrim në një ditë dhe mendojnë se ne na kanë tërbu me lek me miliona, a kuptoj dhe ne s'dim ç'a themi. Jo, ne i themi, PD-s i themi, zotri, reagimi popullor është pastrimi i partisë, figura të reja në Partinë Demokratike. Jo për mua. Jo në Partinë Demokratike, mos e thuaj kështu. Po flasim se është partia. Në sistemi politik. Një sekond, flasim, pra është një parti politike që duhet të nxjerrë figura të reja, sepse ka benefitin politik. Ka benefit. Jo partinë, qoftë do të shkatërrohet, që sot më le të shkatërrohet ajo, le të dalë i re, edhe pasojë, që sot do shkërmoj. Edhe sikur të sjellësh një parti të re, dhe një parti të vjetër ti duhet të kesh figura të reja. Nuk them parti të reja, figura të reja, edhe të partit të reja dhe të partit të vjetra. Por të paktën ti i ke dhënë mesazhin. Ne andi këtu sa herë kemi thënë, sa uri për të rritë doja, para 2 javësh Karanja. Për të rritë. Tani po tallesh tani me mua tani apo të lutem shumë tani. Kishte sloganin për të rritje. Kishte votime më shumë. Edhe një herë nuk më intereson çka ka bërë. Figura tjera kërkon. Po zoti Berisha në situatën. Zoti Berisha është kryetar. Çfarë për të rritje? Po tani po desh ta kthejmë në shakan e kthejmë, po. Po desh ta kthejmë në shakan e kthejmë. Në seriozitet. Aty të kanë dalë njerëz. Po, edhe sikur të ishte një njeri apo 10 vet apo 500 vet aty kanë dalë njerëz. Mesazhi ka shkuar shumë qartë. Te këto dy palët po, edhe Rama dhe Berisha. Të gjithë pa përjashtim. Unë nisa emisionin Rama Hamburg, Berisha Hamburg. Të gjithë. Te Parulla ka një gabim të vogël, po korrigjohet. Është i korrigjueshëm në të ardhmen. Por do ta diskutojmë më vonë. Por e vërteta është këtu që ky mesazh nuk shkon vetëm te Rama dhe te Berisha, këtë po të përpiqem të thënë. Ku shkon tjetër? Të gjithë pushtetet, gjyqësori, ekzekutivi, legislativi. Të gjithë janë trembur thua? Të gjithë, jo, në rast se nuk janë trembur dhe i pëlqen vetja dhe kanë hyrë në kala, të zbresin, këmbët në tokë dhe situatën ta kuptojnë. Se sot këta nuk të marrin zvarr, po një rast tjetër pas kësaj proteste do marrin zvarr. Mire ka Zhdima Karanja të shkullin, unë do thoja që ju e dini vetë. Të heqin perimet, të shkullin preshin. Faleminderit Zhdima. Faleminderit. Hetimi i Spakut për gjithë historinë e Zvërnecit, ku e çon historinë e projektit, kë mund vërë përpara përgjegjësisë, çfarë do ndodhi deri në fund? Spaku është para një vështirësie shumë të madhe. Ose një sfidë. Rikujtojmë atë ndërprerjen që bëra për zyrtarin e BE-s. Sfidë shumë e madhe. Zyrtari i BE-s i tha, hetim
ndërtimeve nga pishpëroja deri në nart. Me hetim çfarë kuptojmë? Hetim tërësor të pronësisë. Pra kush është pronari i Kanetës? Të hetoj kush është pronari i Kanetës, kush është pronari i tokave shtetërore. Kjo është detyrë e SPAK-ut. Pra kush është pronari i pronave shtetërore Zhryma, i bit jetë shteti. Pra këto duhet të hetohen. E dyta, na ka rezultuar që ka pasur shumë dokumenta të falsifikuara gjatë këtyre periudhës. Ka nga informacionet që disponoj, ne kemi ka një arshiv që ndodhet në Stamboll, sepse ne kemi qenë pjesë e pranurisë turke. Po, ka një arshiv Stambollit. SPAK-u mund të drejtohet dhe arshivës së Stambollit, të marri me letër porosi, të verifikoj pronat sidomos zonës Vlorës, që zonës së Bregdetit shqiptar, për të parë pronësinë e aty janë me pronësi janë të sakta. Por duhet kemi parasysh se falsifikatorët janë mjeshtra, të falsifikojnë edhe postën. Pra edhe postën vjen në zarf tjetër se ka rezultuar që janë falsifikuar provat në ajër. Pra se ty ta jep tamam në Turqi. Personi dhe kur vjen, pra duhet agenti SPAK-ut ose agenti BKK-s ta marrë provat dhe ti verifikoj. Duhet do punë se prandaj Shkoj vetë, ma. Jo kuptim figurativ, të kujdeset vetë për materialin. Të marrë edhe me siguri se ka... Shkoj vetë aty, shkoj ta shikoj një, ta shikoj vetë. Dhe të verifikohet, sepse ne kemi qenë pjesë e pranurisë turke, të verifikohet sepse... Mund të është vitet 33-35 Karandxha, që është e periudhës së mbretërisë këtu që... Këto... Se dhe ajo figuron shumë mirë, janë harta shumë mira. Janë t'i shohim vjetat njerëz se si kanë qenë, po, dhe të shohim dhe këto, sepse aty ata falsifikatorët se kanë ditë kohën, sepse kur jenë 35-ën, shef burimin, qofse ky thot do 35-ën që ja ka blek këtij, kur ai s'është, atë i bit jetë falso. Sepse ai i 1910-ës thot, kjo pronë është e këtij. Tash diferenca për 20 vjet. Ku ka shkuar? Ku ka shkuar, është e qartë. Një mik po më thoshte, kishte bler një shtëpi në Bruxelles me kredi. Dhe thonë, e dija shtëpinë, ndërtesa ishte 1865. Pronari i parë, i dytë, i tretë ishte me libër. Kishte libër shtëpia të pronarit. Dhe ti e di, dhe ti që merr. Çfarë të ardhur është, sepse është thjesht fare, pra neve jemi 200 vjet mrapa me këtë histori. Neve shohim jo komisioni këtu, jo e ktheu ky komision, ai tjetër. Çfarë këto më? Ku është shteti shqiptar? Si do thithësh ti investitorët kur si je i shtet koti? Që në gjithë çështjet e pronësisë ti s'di se ku je. Sepse ka mjete juridike, se po diskutohet. Unë nuk jam që të cënohet siguria juridike, por kur vetë kodi procedurës civile ka parashikuar mjetin e rishikimit, ti si shtet ke detyrimin të provosh pronësinë tënde, të mbrosh pronën tënde, ta mbrosh pronën. Jo ta jetësh pronë aq se e mori. Ti, nëse del një provë që një vendim gjykatësh i falsifikuar, është bazuar mbi dokumenta të falsifikuara, ti mund ta rishikosh këtë vendim. Pra me kërkesë për rishikim, ti et organet shtetërore të kërkojnë pronën e vetë ta verifikojnë. Dhe nga arkivat e Stambollit arrihet dhe koha prona del, sepse është emri i madh, pra janë pronat mëdha dhe pronarët e mëdhenj do jenë aty. Janë apo s'janë? Nëse janë, takzojnë. Artur Shehu doli në një ndalje televizive. Artur Shehu nëse është pretendon, domethënë që kishte diku te 252-250 hektar trashëgimi familjare. Nëse provohet, sepse këto janë bëhet fjalë para 100 ca vjetësh. Pra ne 1112 kemi fituar pavarësinë, por më para arshiv kemi pas dhe në qendër në Stamboll. Të verifikohet, nëse është pronar, është ish pronar tamam, sepse kjo lojë u hap. Pra nuk është se kemi gjë me Artur Shehu, sepse u ka me Artur Shehu. U gjet një emër Artur Shehu. Jo, doli vetë publikisht ai e pranoi vetë sfidën publike, por duhet provohet tek gjithë. Kjo pronë duhet të provohet që pikërisht janë pronar, por duhet parë çështja me themel, sepse ka rezultuar që dhe arshiva sot e shtetit shqiptar me dokumenta të falsifikuara, se ato janë fut dokumentat në arshive janë false. Janë dokumenta false. Arkive shtetërore. Arkive shtetërore kanë shumë dokumenta të falsifikuara që janë marrë nga rrjetet dhe janë çuar aty. Prandaj duhet ekspertime grafike të verifikohen me ka mjete teknologjia, ka ecur para teknologjia, të shikohen aktet e ekspertimit ku ka ndërhyrje, ku janë aktet e pasakt, të shikohen dhe çdo kush të marr ato që i takon. Qoftë privat, takzoj, stërgjyshi ti e ka ble pronën e vet me gjela, me Napoleona, ta morë takzoj. Por të çdo kush të marr ato që meriton. Dhe këtë ka për detyrë ta zgjidh prokuria. Nga ana tjetër. Po.
kemi diskutuar, në çfarë është diskutuar dhe në media, po të keni parasysh që po kërcenin antarët e KPA-s, që po kërcenin të lumtur, aty midis tjerave doli tek CNA-ja, tek kanali CNA e Parshë, 2 zyrtar të KPA-s që kanë pasur lidhje me çështjet e pronave, kanë shkarkuar prokurorin Armand Gurakuqi. Pra, bëhet fjalë për procedimi penal numër 3146 vitit 2008. Armand Gurakuqi si lidhet me pronat? Armand Gurakuqi është prokurori që i ka pasur një çështje penale në vitin 2008 në lidhje me pronat në një zonë tjetër të Shqipërisë. Kur në 2007-2008 dhe në 2009, pra bëhet fjalë për një periudhë 3 vjeçare dhe këta ka pasur përgjime. Ka pas përgjime? Ka pas përgjime në këtë çështje penale. Po? Dhe këtë kohë korespondon që janë kthyer shumë prona me sipërfaqe të mëdha. Në këto përgjime flitet për këto prona të tjera. Pra, dhe për fat flitet për Zvërnecin, për Shporon po thua? Flitet për Shporon që diskutohet. Dhe Altin Domani ka qenë shefi task force-s. Pra, të 2 prokurorët e kanë pas çështjen bashkë, Altin Domani dhe Armand Gurakuqi. Armand Gurakuqi është shkarkuar dhe për mendimin tim, është një prokuror me integritet moral dhe profesional, është shkarkuar me ndikrimin e krimit të organizuar dhe personat që dalin përgjime janë këto që kanë shkarkuar. Pra, SPAK-u duhet të hajtojë këtë. Dhe ka qenë Altin Domani pas ka çështjen gjysmë gati. E ka gjysmë gati. Duhet të tërhiqet nga gjykata procedimi penal numër 3146 të vitit 2008 ose të merren nga zyra qendrës përgjime, prokurorit përgjithshme, gjithë përgjimet dhe ti transkriptojnë në shumë e thjeshtë. Atëherë s'ka pas as WhatsApp, njerëzit kanë qenë sigurt se nganjëherë siguria, ajo që është sigurt e filloi të telefonat akarantë, besoj me telefon se qenë prokuror kështu. Dhe mendoj që kjo çështje do ta ka për detyrë të marrë këto përgjime, pra morale dhe para kombit, është para kombit kjo. Pra është para kombit si janë kthy pronat dhe këto përgjime të shikohet çfarë lidhje kanë me kthimin e pronave dhe por e rëndësishme është se si është shkarkuar prokurori Armand Gurakuqi nga krimi i organizuar. Sepse personat, siç e thash, 2 antarë të vettingut, të cilët kërcejnë dhe këndojnë, janë pjesë e dosjes përkatëse. Domethënë njëri ka qenë avokat, tjetri ka qenë me... Mirë, për sa kohë ka përgjime Karanja, faleminderit shumë për këtë informacion, është informacion interesant që do të thotë nëse SPAK-u ka një çështje gjysmë gati për hir të interesit kombëtar, për hir të kësaj revolte qytetare, popullore, për hir të shpresës së të rinjve, mirë është që ta trajtoj se çfarë ndodh në fund me projektin është histori tjetër. Ajo është krejt histori tjetër se çfarë do vendoset në fund, do ndërtohet apo jo, por ka disa hapa paraprake që do duhet të ndërmerren për hir të transparencës publike dhe për hir të pronësisë reale. Të shkoj paraja atje ku është për të shkuar, apo të shkoj prona atje ku është për të shkuar. Po jo. Interesi mediave ndërkombëtare thjesht vetëm do të shtoja vetëm pak sepse tha për rastin e zotit Altin Domani. Dhe ju e dini shumë mirë se sa unë jam pak i emocionuar në këtë aspekt, sepse unë e di shumë mirë që zoti Domani ka qenë në shumë dosje shumë të ndryshme të kësaj republike dhe në fund fare ai ka shërbyer tek Partia Socialiste në shumë raste. Por mendoj se kësaj të radhe zoti Domani mund të shërbejë vetes së tij që të zbardhi këtë ngjarje që tha kolegu me të drejtë që ka një rast të tillë, kryesisht prokurori mund të bëjë këtu kryesisht janë 2 prokurorë që kemi gjuar, Elida Celami dhe Altin Domani. Është te kjo çështje SPAK-u do të okay, mirë pra, jemi okay pra ne, pas ka Domani çështja. Po e ka. Nuk lëshon ai dosje. Mirë, më ka shkipur si informacion vjes. Po partia nuk lëshon ai dosje, pse ju mendoni se zoti Domani bënte projektet e opozitës? Nuk është për çështja të presim se prova është Domani rezultati. Unë mendoj që prova është prova, nuk ka çai bën prokuror. Edhe e lejon edhe ligji procedurial që të marrësh dokumenta, prova, përgjime nga një dosje tjetër që provon akuzën. Si shkar skaj ECC thoi ka shërbyer, ajo nuk është akuzë. Është konstatim. Shërbimi i partisë i bie që çështja të pushohet. Ose 2 partive, se janë që të 2 janë tavë. Tani, a janë 2 si se di, po të da shikojmë. Unë mendoj që çështja do hetojë. Mund t'jenë edhe 3, mund t'jenë edhe të tjerë, nuk e di. Por, një sekond, do të kuptojmë diçka. Por si ka mundësi zoti Domani në të gjitha dosjet ai shfaqet me një vend? Dyshoj unë. Këtë do thotë, ata serven, më që bëna. Tani. Jo, jam në vitin 2008, unë kam në 2007, zoti Domani ka qenë zëvendës prokuror te krimet e rënda, te prokuria e krimet e rënda. Në 2008 u krijua në fund 2007-s, fillim 2008-s, diçka e tillë. Do të thonë ka qenë koha që po largoi prokurori i përgjithshëm Theodori Sodaku, u kriju task forca me ndihmën e amerikanëve.
Pra, Amerikanë zgjodhen gjithë, u bën një zgjedhje e prokurorëve në gjithë territorin e Task Force Karandra të shpjegojmë qytetarëve? Task Force ka qenë grup prokurorësh. Ka qenë grup prokurorësh në një grup prokurorësh, një sektor i veçantë në prokurorinë e Tiranës, që merret me çështjet e korrupsionit, merret me shpërdorimin e detyrës. Pra, ish sektori i krimit ekonomik u kthy Task Force. Por si një mini SPAK po them. Si një mini SPAK dhe atëherë ka pas rezultate. Madje janë arrestuar, janë arrestuar. Do të thotë se mos ta marrim rezultatin me arrest. Rezultatin shumë proceduar. Pra janë proceduar penalisht shumë zyrtar. Do të thotë të nivelit që ka qenë në kompetencën e Task Force-s dhe ka pasur rezultat. Madje dhe në raportet e Bashkimit Evropian, të atëherë sepse Shqipëria që synonte dhe në 2010 që hoqën vizat, një pjesë e punës së Task Force-s është atë dhe zoti Dumani ka pasur dini për dosjet, aq më tepër që prokuria ka qenë e centralizuar dhe çështjet i kanë ndjerë. Pra ka qenë shefi. Pra ja ka dhënë ligji vet shefi, edhe këtu. Këtu është shefi dhe ka marrë pjesë. Ligji jep grupet hetimore. Tash është zgjidh mirë, zgjidh keq, ne do shohim se rezultate. Jo, se si do ta zgjidh gjykata, se është gjykata që të çekon. Po. Për shembull, është gjykata që të çekon, këtu ke gabuar, je gabim. Pra ne të presim çështjet janë në fazën e gjykimit, mendoj që nga pikpamja formale, pra domethënë ka pasur mbështetjen e amerikanëve, këtë ta konfirmoj, se në disa evenimente që bën ato më kanë thritë dhe mua se kemi qenë në katë aty dhe kemi marrë pjesë. Pas mbështetja amerikane, çfarë do të thotë vetëm Dumani ka qenë ai? Jo, ideja është e tillë që Dumani, domethënë këtu ka respektu ligjin. Tani një sekond. Ajo që po thon Karandra që Dumani ka njohur dosjen dhe ka dosjen sot. Po jo, edhe kjo, po e përveç kësaj, edhe kjo, po me të drejtë, po ka edhe një rast tjetër, sepse zoti Karandra na thotë edhe diçka tjetër, që në 2008-2010, themi të vërtetën, është bërë puna. Po kush e hoqi thotë Dumani nga Task Force? Një sekond. Jo, ka edhe diçka tjetër. Po kush qeveriste vendin atë kohë? PD-ja. Po. Pra, tani e kuptoni pse Altin Dumani futi në burg Sali Berishën? Sepse pikërisht Altin Dumani punonte që në ato kohë për të dhënë statistika dhe shifra Parti Socialiste që t'i kishte përpara se sa të korruptuar kishte Sali Berisha në pushtet në atë kohë. Un kam një oponent, më jepni fjalën, un kam një oponent. Berisha që kur firmosi reformet si bashkë me Medën dhe atë tjetër, me treshën braziliane, Romario Bebeto ka qenë tjetër, e firmosin duan kontroll. Pra, a desha. Ti Dumanin e di, sepse në 2009, domethënë ai e dinte që do shkote Dumani, se u bën kërkesat, që ti e ke firmos vetë. Tash që s'pëlqe, thot ky është, këto janë ato njerëzit, ato tjerë që prokurorët e tjerë që anatemojnë se s'do t'i marrin nga ona njerëzit. Këto janë njerëzit. Ti e ke firmos vetë? Atëre, kthemi e kuptuam çështjen e SPAK-ut, ka një hetim. Mos kalojmë në çështje tjetër tani se do ta mbaj. Mediat ndërkombëtare, fokus shumë të madh kjo çështje e trajtuar në CNN, pra brand ndërkombëtare, brandi amerikan i medias, media kështu globale, po themi Reuters, një tjetër prestigjioze ndërkombëtare. Cili është fokusi përse do më thënë një protest e tillë që ka, le të themi, ka ngjallur shumë në Shqipëri, vajten atje ndërkombëtare tani. Të dashur shqiptar, sepse pikrisht fshihet familja Trump. Fshihet Trumpi sepse ka qenë gjithmonë një goditje kundër televizioneve amerikane, CNN, mos gaboj, edhe televizionet të tjera të cilët janë me radhë. Vetëm Fox Media, Fox News nuk e ka armik edhe e ka mik. Të gjithë të tjerat edhe sikur dëgjoni tani këtu lajmin e fundit ndërkombëtar. Lajmin e fundit ndërkombëtar. Po, me vëmendje. Tani, kaq naiv është familja Trump, unë po e besoj. Të bëhet lajmi i fundit tek televizioni që babai i Ivankës ka goditur. Tani, ju mendoni se pas 2028 Trumpi do t'jetë më presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës se 2 mandate i bëri. Dhe tani Trumpi, për mendimin tim, po bë lajmin e fundit që të ketë Ramën dëshmitar kundër dosjes që do t'i bëj Fondacioni Soros në Amerikë Trumpit me prokuror që ka për Zvërnecin dhe punë kundër Sazanit. Prit thjeshto është Dima. Ti po thuaj që Trumpi po kërkon. Prit jo, po më lër ta shpjegojmë se e the shumë vështirë. Shumë vështirë. Ti po thuaj që Trumpit në 2028-ën në vazhdim do t'i duhet kryeministri Rama, pra Edi Rama, dëshmitar në një proces gjyqësor që do ketë
përballë familjen Soros, fondacionin Soros? Po, unë atë mendoj që ky është një projekt shumë i bukur, i mirë organizuar nga rrjeti Soros për të goditur Trumpin pasi të ikin nga pushteti. Kush është projekti në Soros? Këtë Po bën zëndri Trumpit, kush? Ashtu duket në fazën, apo më mirë në sipërfaqe. Sepse në rast se ne do shkojmë të zbulojmë investitorët, na dalin emra të tjera. Apo kanë gatruar parcelën. Sepse shiko, tek ai projekt se kush ka bën në proces civil, kanë dalin 2 parcela, të ndalin mbi vendosje, të dalin nami, distanca, metrat katror, bëhet gabim. Dhe pastaj bëhet gabime. Edhe këto gabimet bëhet lajm i fundit ndërkombëtar. Dhe tani unë mendoj se rasti i zotit Trump të ngatrohet me parcelat edhe Soros t'i bëjnë ai hata dhe t'i shpikin ai dosin Amerikë edhe Rama për shkak se është në linjën e Sorosit të shkoj, nuk e di, diçka ndjej unë, nuk them vërtetën, nuk e di, do t'jen kaq shumë naiv, ku shkon leku ndonjëherë pa mbita. Atëherë, domethënë 2 familje të mëdha po përplasin në Shqipëri. Do goditën në 2029-ën, po. Do goditën 2 familje të mëdha kur të Trumpit të largohet nga presidenca. E ke të sigurt, as bëhet fjalë. Okej, këndvështrim shumë interesant. E ke dosën gati dhe dëshmitari kush është? Edi Rama. Okej. Ja prita. Po thjesht do presim se janë 26. Ky është një këndvështrim interesant që unë deri tani nuk e kisha dëgjuar. Sigurisht kam dëgjuar për përplasjen që mund të kenë 2 faktorët e mëdhenj ndërkombëtar, SBA dhe Bashkimi Evropian. Apo pyete për mendjet ndërkombëtare. Po pse po t'ishte për Izraelin, mendon se do merresh mendjet e ndërkombëtare? As vetë fjalë. Ta garantoj unë do të thotë Izraeli nuk është mbrapa aty. Po s'është mbrapa Izraeli, harroj këtë gjë. Okej. Mbrapa është paketat që shkon për Trumpin pasi ikën nga presidenca dhe Ivanka të bëj jo vetëm mirë, atëherë bie që Edi Rama shndrohet në shpëtimtarin e Trumpit. Jo, shpëtimtari i Sorosit. Sepse ai që do procedohet dhe ai që do goditet do jetë Trumpi pasi ikën, sepse duhet keni parasysh të dashur qytetar. Kur je në pushtet, të gjithë të bëjnë furçe nga mjesi deri në darkë. Ikën nga pushteti, aty hajde gjë veten tënde të cila gremina e cila grop do jesh. Më kupton? Pra, ju kuptoni këtë gjë. Pra, unë të jap çfarë do ti, hajde sepse ke pushtetin, je presidenti i Amerikës. Shko thuj presidenti i Amerikës, jo. Të themun ku je nesër. Pra, situata është e tillë. Ata vinë dhe me helikoptere kanë kështu. Regjia, të lutem. Mos vimë në Igomar, të shkojmë në Zvarnec, do të shkojmë në takim. Disa kërkesa të grupimit le themi që janë pjesë e organizimit, janë aty në protest, janë ato le themi kushtet të cilat janë tashmë publike në rrjete sociale dhe unë do doja që ti lexonin disa nga kushtet që kanë kërkuar. Atëre, kërkesa e dytë, kjo kërkesa kryesore për rivendosjen e besimit publik për përgjegjësimisë shtetërore dhe reformën e administratës. 1. Dorëheqja e kryeministrit dhe kabinetit aktual. 2. Qeveri teknike me mandat kufizuar dhe të kontrollueshëm publikisht. 3. Mekanizëm publik për zgjedhjen e ekspertëve. 4. Byro e pavarur hetimore për koncesionet, leje dhe asetet publike. Konfiskimi pasurive të përfituara në mënyrë të palishme. Byro e hetimit administrativ dhe reformimi i administratës publike. Krijimi një shtet kombi funksional të shqiptarëve. Nëse nëse bëhet pikë e parë të tjera janë byro më thot byro e partisë. Karanja? Nuk byro hetimi, domethënë kërkesa e parë. Jo, kjo është kërkesa publike. E di më di, po hiq ato 2 fjalit aty. Protestues, hiqni ato koha e komunizmit më ka mbaruar.